Urnani, hajde një sheni sa janë pagat në RTK. Pa falshme të nxirret punëtori në rrugë. I gjithë përgjegjësia për këtë krizë bjen në qeverinë aktuale të Kosovës, në qeverinë në largim. Mirë që gjeten para për pensionistët. Në këtë mënyrë është dashur të gjindem jetë edhe për radio-televizionin e Kosovës. Greva do të filloj nga e hëna në të gjithë radio-televizionin e Kosovës. Ata këto pozita i kanë shfrytzuar vetëm për sfilata në festivalet e këngëve. Për herë të tretë, punëtorët e RTK-s kanë dalë në protestë e po kërkojnë që të ekzekutohen pagat e tyre. Bile paralajmërojnë se që nga dita e hënë do të hyjnë edhe në grevë. Gjendja në RTK është përkëtësuar ndërsa institucionet vazhdojnë të heshtin. Mbi 700 familje të punonjësve të RTK-s po përballen çdo ditë me probleme për mbjetës. Presionin nga bankat, vështirësi për të paguar faturat e energjisë, ankthi përditshëm për të ardhmen. Kjo nuk është thjesht më krizë ekonomike, është krizë e identitetit. Kjo situatë mund të zgjidhet më njëherë pa asnjë vonesë me një vendim të kryeministrit në detyrë, zotit Albin Kurti. Të gjitha justifikimet të tjera për komisione apo procedura janë betejë mes partish. Mos i fusni punëtorët e RTK-s në betejë politike. Ne nuk jemi pjesë e asnjë partie. Jemi punëtorë që kërkojmë atë që na takon me ligj. Deri më sot kemi dëgjuar vetëm deklarata por asnjë veprim konkret. I bëjmë thirrje publike kryeministrit në detyrë Kurti që të veprojë ashtu si herën e kaluar dhe të mundësoj zgjidhjen e menjëhershme të situatës. Greva do të fillojë nga e hëna në të gjithë radio-televizionin e Kosovës nga ora 11. I ftoj të gjithë kolegët të na mbështesin në këtë vendim. Greva fillimisht do të fillojë nga ora 11 deri në orën 12. Andaj kërkojmë nga të gjithë kolegët e televizionit nga kjo orë të mos punohet asgjë. Vendsi si sindikat me dalë me kërku drejta të tjera, rritje të pagave, as prej 2006-ës as një koeficient s'ka lëviz në televizionin publik. Këto do të me thonë qartë, me ditë krejt, sepse janë shpërnda propagandat e ndryshme se në RTK janë pagat e mdhaja. Urnani, hajde një sheni sa janë pagat në RTK. Kur punëtori del në rrugë, ai nuk del nga dëshira, por nga dhëmbja e padrejtësia. Kur punëtorët e RTK-s, gazetar, redaktor, teknik, punëtor të informacionit, dalin për të protestuar, kjo nuk është turpi tyre. Kjo është turpi atyre që duhet të dëgjonin, por zgjodhen të heshtin. Është e papranueshme, e pafalshme të nxirret punëtori në rrugë. Si punëdhënësi e ka të sikletshme, pse punëdhënësi e ka të sikletshme dialogun social që ne non-stop po e kërkojmë. Punëtori nuk është armik i shtetit, punëtori është shtylla mbi të cilën qëndron vetë shteti. Pa punëtor nuk ka ekonomi, pa punëtor nuk ka drejtësi, pa punëtorin nuk ka RTK. Ne si BSPK jemi me ju, jemi me çdo punëtor që ngritet me dinjitet, që kërkon me drejtësi atë që i takon, që kërkon djersën e vet, e pagën e vet, e respektin e vet. Në emër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ju them me bindjen e plot, ne jemi me ju, ne jemi me protestuesit që mbrojnë dinjitetin, ne jemi me punëtorin që kërkon drejtësi, se kur ngritet punëtori, ngritet ndërgjegja e këtij vendi. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës edhe një herë dhe gjatë gjithë kohës qëndron në përkrahje dhe solidaritet të plot me gjithë kolegët e radio-televizionit të Kosovës. Është për keqardhje që jemi në mesin e muajit nëntor dhe pagat e kolegëve, 700 kolegëve të radio-televizionit të Kosovës ende nuk janë ekzekutuar. Ka qenë një krizë e paralajmëruar, e pritshme dhe i gjithë përgjegjësia për këtë krizë bjen në qeverinë aktuale të Kosovës, në qeverinë në largim, që njëjtë kishte rezistuar në korrik për të gjetur një zgjidhje duke insistuar në kuvendin dhe njëjtë po insiston tash për të krijuar komisione parlamentare në një kuvend që është i konstituar, por që nuk ka një qeveri të votuar në kuvend. Thirrja jonë është absolutisht për kryeministrin në detyrë Kurti, që e ka në dorë bashkë me ministrin e financave, të gjej rrugë ligjore për të ekzekutuar së paku dhe për 3 muaj shtesë
buxhetin për televizionin e Kosovës në mënyrë që gazetarët, kameramanët, montazherët, gjithë stafi i Radio Televizionit Kosovës të paguhen. Këtë shohim në fakt, këtë situatë shohim si një presion shtesë të lëvizjes vetëndosje dhe qeverisë së Kosovës ndaj transmetuesit publik RTK. Kjo qeveri dhe kjo parti politike tashmë ka ndikim të madh politik, e shohim në bazë ditore edhe në përmbajtjen e lajmeve dhe përmbajtjes tjetër të Radio Televizionit Kosovës, dhe këtë shohim si një presion shtesë, pra presioni politik që ka qenë i pranishëm për vite të tëra tashmë po shndrohet edhe në presion financiar, dhe kjo është e papranueshme. Edhe raporti i raporteve pa kufi, por edhe raporti për vendin i fundit e nxjerr në pa faktin që televizioni publik i Kosovës ka lënë në vështirësi të mëdha për shkak të paqëndrueshmërisë financiare. Për krajme dhe grevën e paralajmëruar, po shpresojmë të mos vi deri tek kjo. Pra thirrja jonë është që tashmë edhe që ka përfunduar fushata për zgjedhjet lokale, të ketë një përkushtim të qeverisë së Kosovës për të gjetur një zgjidhje për të evituar këtë grevë, por nëse greva ndodh, jemi absolutisht në përkraje, është një prej formave sindikale të protestës dhe ne përkrajmë që për një orë ose më shumë në ditë në fakt të gjithë punësit e televizionit të Kosovës të mos bëjnë asgjë. Mirë që u gjeten para për studentët, mirë që u gjeten para për pensionistët. Në këtë mënyrë është dashur të gjindem mjete edhe për Radio Televizionin e Kosovës dhe 700 punëtorët e tyre. Mos gjetja mjeteve tregon se kryeministri dhe ministri i financave kanë diçka aty natin që e kanë bërë dhe ndaj nesh në shtator, po e bëjnë një lloj inati me qëllimin më të keq që ta thyjnë vullnetin e sindikatës dhe të punëtorëve. Të kërkosh pagë nuk është privilegj, të kërkosh pagë është lutje për të jetuar. Pa pagë është vështirë të përballet një punëtor i thuhet me çmime të kaq të larta. Bashku si përfaqësues i punëtorëve të arsimit, shkencës dhe kulturës është sot këtu për krah me juve, me punëtorët e RTK-s që përballen me një pa drejt të papranueshme, mosmarrjen e pagave që i kanë fituar me punë, me mund dhe me përkushtim. Pagat nuk janë privilegj, pagat janë e drejtë e garantuar për çdo punëtor që e përmbush detyrën e tij me ndershmëri. Çdo ditë pa pagë është një ditë me padrejtësi. Çdo vonesë në zbatimin e kësaj drejtësie është një cënim i dinjitetit njerëzor dhe profesional të punëtorëve të RTK-s. Dua të adresoj edhe një problematik tjetër e cila në fakt në këtë institucion asnjëherë deri më tash nuk është dëgjuar zëri atyre anëtarëve të bordit të cilët kanë mandat për këtë angazhim. Ata këto pozita i kanë shfrytzuar vetëm për sfilata në festivalet e këngëve, pothuajse nuk ka ndodhur asnjë gjë në këtë institucion. Në anën tjetër, vetëm një pozitë është e lehtëshme edhe e rregullt, të gjitha të tjerat janë me ushtrues detyre. Disa me mandate të skaduara e disa të zgjatura pa bazë ligjore. Sipas rregullativës është e qartë se më shumë se 6 muaj nuk mund të jetë në pozitën e ushtruesit të detyrës kryeredaktor dikush. Pra, rrjedhimisht po shkelet ligji dhe rregullativat. Në gjendje të tillë kur nuk ka ndodhur në RTK. Është hera parë që po ndodh. Pa bërd, me ushtrues detyre të drejtorit të përgjithshëm të cilit nuk dihet se në çfarë bazi është vazhduar mandati i UD-s, pra rrjedhimisht pa menaxhment funksional dhe me pozita që i vazhdojnë pa përfillur procedurat. Kjo është një pasqyrë e qartë e krizës menaxheriale që po e mban peng gjithë sistemin dhe po shfrytëzohet nga jashtë. Greva mund të shkojë në 3 orë, 4 orë, 5 orë, 6 orë. Gjatë javës do t'ju njoftojmë edhe për një vendim tjetër. Nëse pagat nuk dalin në llogari, ne do të kërkojmë dhe do të marrim vendim. Asnjë ngjarje me karakter politik nuk do të mbulohet nga televizioni publik i Kosovës. Shpresoj që deri të hanën të marrim një informacion që pagat e merituara të dalin në llogari. Nuk po kërkojmë ndihmë. Edhe një herë, po kërkojmë të drejtën tonë ligjore. Po kërkojmë buxhetin që na takon me ligj.